Kryeministri Edi Rama ka mbledhur Komitetin e Emergjencave Civile për të diskutuar situatën e krijuar nga moti i keq dhe rreshet intensive që kanë prekur vendin. Rama theksoi se situata kërkon durim dhe përgjegjësi duke nënvizuar se fenomenet natyrore nuk zgjidhen sipas tij me protesta apo slogane. Ai bëri thirrje që në këto momente të mos kërkohen fajtor imagjinar, por të mbështeten njerëzit real që po përballen me pasojat e motit ekstrem. E di që fjala durim mund t'i tingëllojë shumë kujt si një cingërisje e tepërt veshësh, por durimi është i domosdoshëm në kushtet kur për më tepër çka po përjetojmë nuk është thjesht mot i keq. Shiu nuk ndalet me shpifje, si ato që nuk punojnë hidrovorët, lumejt nuk kthehen në shtrat me protesta, si ato që s'kan lidhje fare me arsyen pse përmbyten shtëpitë e ndërtuara në territore shumë vulnerabël. Red nuk shpërndahen me slogane, si ai slogani kronik i çdo gjendje atmosferike të rënduar të shpallet gjendje e jashtëzakonshme. Këto janë reagime që ushqejnë nervozizëm, jo zgjidhje, ushqejnë ndarje, jo ndihmë, ushqejnë çorodi, jo siguri. Në një situatë si kjo nuk kërkohen fajtor imagjinar, u ndihmohen njerëzit real. Njerëzit nuk kanë nevojë për më shumë britma, shpifje dhe teori konspiracioni, por për më shumë solidaritet, mbështetje dhe bashkim forcash. Kjo është një gjendje atmosferike e zgjatur dhe e rëndë, e cila nuk ka prekur thjesht Shqipërinë për ndonjë arsye që lidhet me vendin tonë, nga ato arsyet që zihen në 700 tenxheret politike mediatike të Mexhelisë shqiptar, por ka prekur një hartë të tërë. Nga Italia në Greqi, nga Malizi në Kosovë dhe deri lart në Serbi e Kroaci, nga Maqedonia e Veriut e deri në Turqi, ku i njëjti i ftohtë, i njëjti shi, e njëjta dëbor dhe të njëjtat përmbytje dhe bllokime kanë krijuar të njëjtën situatë të rënduar në tërësi për njerëzit. Patjetër që kur ne vazhdojmë i hedhim plerat rrugëve, apo kur vazhdojmë i vëmë zjarrin pyjeve, pasojat e gjithë këtij ndryshimi klimatik rëndohen ende më shumë, siç u rënduan ende më shumë në Shkozet dhe jo vetëm prej prurjes maramëndse të plastikës së mbledhur rrugëve nga lumejt e dal nga shtrati që taposi kanalet e mëdhenj kullus. Ai është shprehur se shteti do t'u qëndrojë pranë për çdo detyrim atyre që kanë pësuar dëme në banesa dhe në bagti për shkak të përmbytjeve. Por vërteta është se nëse rreshtit e pazakonta të ditëve të fundit ranë dhe përmbytën njësoj vende në krejt rajonin tonë, Shqipëria nuk reagoi njësoj si dikur, kur edhe një shi i zakonshëm bënte ujë dynjan, sepse sot Shqipëria është krejt tjetër. Reagimi i shtetit është krejt tjetër dhe mbrojtja dhe garancitë për familjet e dëmtuara janë krejt tjetër. Unë erdhëm në qeveri në malin e borxheve që na lanë trashëgim aleatët e shiut, ishte edhe një pjesë e tërë borxhesh nga përmbytjet e zonës së Shkodrës. Ne i shlyem një ato borxhe dhe nuk kemi hyrë më në asnjë borxh të kësaj natyre me njerëzit, përkundrazi kemi përballuar me dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik, jo vetëm detyrimet nga përmbytjet, që edhe pse sfidat e klimës janë bërë më të mprehta, kanë qenë sidoqoftë shumë më pak, pikërisht sepse kemi rritur ndjeshëm aftësinë mbrojtëse të infrastrukturës sonë, kështu që sot dua t'i siguroj edhe të dëmtuarit e kësaj here, se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik, çdo detyrim ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Rama tha se nga përmbytjet janë prekur 1587 banesa, janë evakuar 339 persona dhe 51 familje, si dhe janë përmbytur disa institucione, si qendra shëndetësore dhe arsimore. Aktualisht në të gjithë vendin janë ulur sasitë e rreshjeve të matura deri së fundmi, përjashtuar Durrësin ku janë regjistruar 41 mm shi, një punonjës i bashkisë së Durrësit 54 vjeç është gjendur i mbytur pasi është raportuar i humbur një ditë më parë. Deri tani janë në rang vendi numëruar 1587 banesa me praninë e ujit, janë evakuar 339 persona dhe 51 familje,
Po ashtu prania e ujit është konstatuar në 13.211 hektarë tokë bujqësore, ku një pjesë janë përmbytur, sikundër edhe disa qendra shëndetësore apo objekte arsimore. Sasia e rreshjeve ka qenë e jashtëzakonshme, deri në 300 mm, ose të ndryshe më shumë se sa sasia mesatare e rreshjeve që bien gjatë gjithë muajit. Ai ju përgjigje dhe akuzave të opozitës për situatën e përmbytjeve, duke thënë se hidrovorët kanë qenë në punë pa pushim. Aleatët politik të shiut që shohin tek çdo tërbim i natyrës forcën që do të kompensojë impotencën e tyre kundër qeverisë, kanë llomotitur shumë për gjendjen e hidrovoreve, të cilët kanë qenë në funksion të plot pa pushim, duke evaduar sasirat konsiderueshme të ujit dhe duke parandaluar kështu pasoja shumë herë më të rënda nga rreshtit e këtyre ditëve. Deri tani, shkarkimet nga hidrocentrali i Vaudejës kanë qenë të kontrolluara dhe niveli i lumit Buna nuk ka arritur nivelin kritik tek kapërdresi i Shirgjit, duke shmangur në këtë mënyrë shkarkimin e ujit lumit Buna në Shirgj dhe përmbytjen masive të zonës në Shkodrës, si në kohërat kur qeverisnin aleatët e shiut dhe erëson përmbytje rregullisht edhe pa nevojën e rreshjeve të mëdha të kësaj natyre. Shkodra ka qenë praktikisht qarku më i prekur nga rreshjet, me vlera shumë të larta në disa stacione, ku janë regjistruar shifra konstante mbi 200 mm në 24 orë. Duhet informojmë me këtë rast se përpara fillimit sezonit me rreshje, drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit kanë siguruar gatishmërinë e kanaleve kryesore, kulluese, të kanaleve të ujrave të larta, hidrovorëve dhe patjetër edhe të flotës prej 29 ekskavatorësh në drejtorinë qendrore. Rama theksoi gjithashtu se kjo situatë nuk ka prekur vetëm Shqipërinë, por një rajon të gjerë, duke përfshirë Italinë, Greqinë, Kroacinë, Maqedoninë e Veriut dhe Turqinë, të cilat po përballen me të njëjtin front të ftohtë, rreshje shiu dhe dëbore.